Tatjana Dimitrovska, kryetare e Komisionit për Parandalim të Korrupsionit, që dje është në mesin e të dyshuarve në rastin aditiv. Me kërkesë të prokurisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, gjykata i ka shqiptuar mas kujdesi. Dimitrovskës janë marrë dokumentet e udhëtimit, ndërsa i është shqiptuar edhe ndalesë për kryerjen e detyrave të punës në antikorrupsion. Kjo do të thotë se nuk do të shkojë në punë, por pak do të marrë. Në hetimin e zgjeruar për aditiv, përveç Dimitrovskës janë përfshirë edhe 2 persona. Për njërin prej tyre është caktuar paraburgim kreditor, ndërsa për personin tjetër mas kujdesi. Në suas të procedurës që udhëhiqet për lëndën aditiv si rezultati provave të nxjerra në mënyrë elektronike që janë siguruar deri më tani, prokurorët në këtë lëndë sollën urdhër për zbatim të procedurës hetimore kundër 3 personave. Nga prokuria thonë se kryetaria e Komisionit Antikorrupsion nga muaji maj deri në dhjetor 2024, personit të akuzuar në rastin aditiv i ka dhënë informacione që ishin sekret zyrtar. Ajo përmes telefonit të saj zyrtar dhe aplikimet Viber dhe WhatsApp i ka dhënë informacione të akuzuarit për procedurat e ngritura për hapjen e lëndëve kundër personave juridik dhe fizik të cilët tani janë të akuzuar në lëndën aditiv dhe vendimet për këto procedura, si dhe të dhëna për kontroll të pronës dhe familjes së tij. Me veprimet e saj ajo ka zbuluar të dhëna që sipas ligjit konsiderohen sekret zyrtar, zbulimi të cilëve mund të ketë pasoja të dëmshme. Lënda aditiv ka të bëjë me hetimin për keqpërdorimin e furnizimeve publike dhe larje parash në lidhje me blerjen e aditiveve për qymyr për nevojat e MV filiali Tec Manastir dhe Tec Oslome. Të akuzuar janë 31 persona fizik dhe 5 juridik. Sipas prokurisë, të dyshuarit kanë organizuar dhe kanë bërë riregjistrim të subjekteve juridike për manipulimin e procedurave për furnizim publik, me çka kanë mundësuar që kompanitë të caktuara të mund të lidhin marrëveshje dhe të përfitojnë pronë të konsiderueshme.